Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur për 40 hadithet e Imam Neveviut që kam mbledh. Dhe jemi kësaj radhe se herën e kaluar e lam hadithin e 5 e kryetëm, po normal ju tregova herën e kaluar që ai hadith nuk është përfundu kaq lehtë, sa i dën sqarimet shumë të hadithi 5 që vjen prej Aishës. Mirë, po mos më zgjat shumë, që mos më met gjithë vitin pasaj veç me një hadith, po dolmi në hadithin e radhës, është hadithi 6 me radhë. Hadithi i cili vjen prej Nu'man ibn Bashirit, një sahabi. Dhe këtë hadith e ka sjell Imam Neveviu, po në fakt e ka nxjerr, e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi. Këto dy koleksione gjendet ky hadith, që tha Nu'man ibn Bashir, tha ky sahabi e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se halali është i qartë. Halali është i qartë. Edhe harami është i qartë. E në mes tyne thot wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nasi. E në mes halalit dhe haramit ka gjëra që janë të dyshimta, e ato nuk i din shumë prej njerëzve, ato nuk i din. Pra kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se halali është i qartë, pra ajo çka vjen kuptohet për këtij hadithi se ajo çështje për cilën ka fol Allahu azza wa jalla është halal. Pastaj ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ajo është halal. Ose është bën konsenzues i dietarëve, se ajo është halal. Ajo është halal. Në këtë rast nuk diskutohet në çështje. Përderisa pas ka thënë Allahu, pejgamberi alayhis salam, ka konsenzues i dietarëve se kjo çështje është halal, ajo mbetet halal dhe nuk lejohet atij asoj gjëje me i thonë më haram, nuk lejohet. Ndërsa tha pejgamberi asam wa innal harama bayyinun, edhe harami është i qartë. Harami është i qartë kur për një çështje ka fol Allahu azza wa jall se është haram. Ka fol pejgamberi alayhis salam se është haram. Dhe s'ko fjallë tjetër, s'ko në hadith tjetër, s'ko fjallë pejgamberi që ka anulu këto. Se ko mësi në herë pejgamberi sa me ka thonë për shumë një çështje, e pastaj e ka anulu me një tjetër. Në fillim për shembull, pejgamberi sa në fillim ka pas ndalu me shku me i vizitu burrat. Por dikur e ka leju dhe e ka preferu. Kjo ndalesa por e pejgamberi sa nuk është në konsiderat, vjen e dyta, kjo është nësi ku el-mansukh i thënë anuluar dhe anuluesi. Ndërsa nëse s'ka për një çështje që ka thonë pejgamberi Allahu haram, s'ka ajet tjetër. Ka thonë pejgamberi sa është haram, s'ka në i lejes tjetër më, ose është bën konsenzues i dietarëve se kjo çështye është haram. Për shembull, ajo që është halal, nuk do të diskutohet ajo se ujit, për shembull ujit thjesht, me i thonë është haram. Kjo diskutohet, kjo është e qartë. Edhe një njeri më i thjeshti në çështje të fesë, veç se i ka hap do fletushka. Veç se i ka hap do fletushka të fesë, s'po them libra, merr vesh se uji është halal. Ndërsa për shembull alkooli është haram. Një veç hapat e parë, veç ka dojmë me bo hajgare, disa vetë që të kanë edhin. Për ndryshe, hapat e parë në çështje të fesë, si ti ka njoni e mervesh që alkoholi është haram. Ose, për shembull, mbytyja e muslimanit. Mbytyja e muslimanit është haram.
e pa diskutueshme, diskutimi veç është del këtë pe fejsa, ja. Për haram, nuk diskutohet. Njoni në çështje elementare të fesë që ka hi, e merr vesh që me myt njërin është ndaluar. Por këtu kur janë kësi çështje, pejgamberi e sqaroi. Tha halali është i qartë, harami është i qartë. Ama në mesin e këtyre të dyjave ka çështje që nuk i din shumica njerëzve. Ose shumë njerëz nuk i din këtu, tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, e çështje të shimta ko që vërtet nuk i din nështë veç dietarët. Kësi ko shumë. Siko që e pa ta përmend për shembull, nëse i themi është një çokoladë. Edhe ajo çokolada, nëse këshyr përbërjen e sajna, e ka pak alkool. Ose është një 7 days, në ato dhe farushime që janë lexuar në 7 days. Ajo nëse e këshyr përmbajtjen e sajna, diçka ka alkool në ton. Kësi sene, këtu si sa më ditë për shka po flasmi, kësi sene bashkë njerëz të thjesht nuk më një morin vesh. Kësi sene nuk mund me i dit, ose bie fjala, alkooli si alkool është indaluar, por a ban alkoolin nëse marr një parfum, dhe ai parfumi nëse e këshyr përmbajtjen e tina ka pak alkool, a ban në qatë parfum e qitë në teshat e mija. Edhe tash ky si alkool indaluar çan ka për me pi, po a është i ndyt, apo nuk është i ndyt, apo bajka qatë parfumën me qitë në teshat e mija, as po bajka, janë sene që këtu nuk i din shumica njerëzve. Kësi sene që janë të ronda, atër ju ktheheni veç që dietarëve, ata ta njavë sqarojnë, nëse thojnë ban, pse ban, dhe nëse thojnë zban, pse nuk ban. Këto ta pejgamberi në mesin e tyre ka sene të dyshimta. Mirë, po e vazhdoi pejgamberi alayhis salam fjalën e tij, tha: "Faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Mirë, po tha, nëse ndonjëri për juve ruhet prej çtyre të dyshimtave, se që ato shkanë të ndaluara, qarta, si mishi derit, bje fjala, bytja njerit, alkooli, prostitucioni, shkanë qarta, këtu i din kërejt. Ato nuk o nevojmë dhe hatta pësë dhe kanë, apo më the që ban, as banet, hajnia, janë desen e qarta. Ndërsa, që to të dyshimtat, tha pejgamberi e kush largohet prej çtyre të dyshimtave, e ka ruajtur dinin e tij, fejnë e tij, dhe e ka ruajtur nderin e tij. E ka ruajtur dinin e tij për shkak se ka mundësi njëri hen disa çështje janë dyshimta. Janë dyshimta morë që kjo a është kufër a nuk është kufër. Dikush pi thotë është kufër, tjetri po thotë jo s'është kufër. E ky për me qenë i sigurt për me ruajt veten e tij çka s'do të me hin çaton që pas ka fjalë. Dikush i pas ka thonë ka kufër. Dikush ka thonë s'ka ka kufër. Ama ka e dyshim. Ky për me ruajt dinin e tij largohet prej çisojna. Pastaj tha pejgamberi e run dinin e tij, se ka mundësi ai hen e dyshim, veç që ka orë një mendje në kokën e tij që jaman kjo është, pse s'ka gole se halal është, nuk është kufër, nuk është dolje për dinit, ndërsa ajo në fakt është dolje për dinit, më saktë është dolje për dinit, edhe nuk e ka ruajtur dinin e tij. Pastaj e ka ruajtur pejgamberi nëse largohet prej të dyshimtave, e ka ruajtur edhe nderin e tij. Janë disa çështje janë të, për shembull, më një naj, në atë naj, për shembull, janë mund të ketë granim, ti për me rujt, për shembull, nderin tanë, mos mu fol për ty, atër duhet me rujt vetën tonë në qasi rose. Ose njoni, për shembull, të hesë në vetur, edhe ka po një rrugë, duke esë rrugës, e ka po një gru, edhe merr atë grunë e shtin kërë, a i dëmë për mja bonit mirë, kishe. Për mja bonit mirë me që dhejt e vendit, dhe rrugës, mi po është e dyshimt, edhe tash nderi i ti është i dyshimt, qysh, janë isin njerëzit me folë tani për nderin e ti, po va aton, e boni qishtu, e pa e pas ka pos, diçka, a i bërna kje ka pos, veç për hirë zëtit pezam, veç për hirë zëtit me ja lecu rrugën, mirë po, për me rujt ashtë edhe nderin tëndë, largoheni edhe për këtyre të
të dyshimtave, për shkak se bile dietarët kanë thonë të që kjo dyshimta, kanë thonë se këtu të dyshimtat kur të hish, ka mundësi me të shtin gjunohet të vogla. Të dyshimtat me të shtin gjunohet të vogla. E gjunohet të vogla ka mundësi me të shtin gjunohet më dhaja pastaj. Kështu që është mirë me u largu prej seneve të dyshimta. Tha pejgamberi sa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi al-harami, ndërsa kush bjen në sene të dyshimta vetëm se prite, jo më njëherë s'karo, vetëm se prite se ka mundësi ai me ra në harame. Tha pejgamberi alayhis salam karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fihi, kjo ngjason tha pejgamberi alayhis salam, kjo ngjason sikur një bariu i cili e run kopen e tij në megj të arës së tjetrit, në megjën e arës së tjetrit. Është për shembull ato një kallamaç, edhe është e tjetër kuj, nuk është e këtij që ka delet, ose që ka bagati tjera. Tash që shkon i run delet e tij për skaj arës, për skaj kallamoçit, edhe tash çka pritet nëse ka një kopë dele. A jam më që sigurt i ka që asnjë në megj është të rrit asnjë prej deleve nuk e çon kukën edhe më shku me kop diçka prej arës së tjetrit? Ka mundësi. Pra tha pejgamberi, kështu është ai që hin në sene të dyshimta. Ai që hin në sene të dyshimta është që kjo, që veç pritet ai me bon ai gjuna ose gjuna të vogël e pastaj prej gjunohave të vogla më ra në gjunohe të mëdha. Vazhdon hadithet e pejgamberit alayhis salam, ala wa inna li kulli malikin hima. Tha pejgamberi, çdo mbret, vazhdon hadithin, çdo mbret tha pejgamberi alayhis salam e ka zonën e vetë që e runë për vetën e ti. E ka një zonë, një kufi, një megj, që në megj anë, kufi anë ka rujt për vetën e ti. Thët, ala wa inna hima Allahi maharimuh. Ndërsa tha, kufit e Zotit, kërejt pejgamberi e sjellë me ordre të që kjo. Tha pejgamberi, ndërsa Allahu i ka dhe do kufi, ka do megja. E kufit e Zotit që i ka vu Allahu, tha pejgamberi, janë haramet. Nga që kjo dhe ato që e përmendi më lartë, është se si kur ai bari ata që i run delet pran, ose bagetin e ti pran orës e tjetrit, ka mundësi me kop dishka për orës e tjetrit, që ashtu është ai që punon, vepron, flet, sene që janë të dyshimta në fe. Ka mundësi me ra me i kalu kufit e me ra në haram. Tha pejgamberi alayhis salam, e kufit e Zotit janë haramet. Allahu ka bërë haram deri që tu e keni të lejuar, e këtu e keni të ndaluar. E keni të ndaluar. Ndërsa tha, ala wa inna fil jasadi mudghah. Prej këtu tani fillon aja rezultati i këtij hadithit, tha pejgamberi alayhis salam, në trupin aty tregoj tha edhe një diçka. Tha në trupin e njeriut është një cup mishi. Që aja cup mishi nëse prishet trupi krejt. E nëse aja cup mishi ndrejqet rregullohet trupi krejt. Tha pejgamberi alayhis salam, e rumbulla kësaj hadithin tha, ala wa hiya al-qalb. Aja cup mishi që nëse rregullohet trupi krejt, nëse prishet trupi krejt, tha, është zemra. Është zemra. Por osim bas hadithit, nëse njëri ka zemrën e mirë të rregulluar, krejt veprimet e tij ka të mira dhe të rregulluara. Nëse ka zemrën e prishur, krejt veprat e tij dhe fjalët e tij, lëvizjet e tij janë të prishura, por për këtë pjesën e fundit, inshallah do të flasim edhe një herë radhën që vjen herën e ardhshme. Kjo është hadithi i 6 me radhë që flasmi në hadithet e 40 hadithet e Imam Neveviut, dhe këta haditha që ka përmend Imam Buhariu dhe Muslimi, pra që sakt nuk diskutohet në saksinë e tij. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.